Në nderim të festës së Pavarësisë 28 nëntorit, familja Zoja e Shkodrës organizoi koncertin festiv Lule Kuqezi. Në skenë ngjitën të rinjtë e familjes, të cilët përmes këngëve, recitimeve dhe interpretimit artistik përcollën simbolikën e flamurit dhe vlerat e traditës shqiptare. Programi erdhi në drejtimin artistik të Luk Mllugjës, regji të Zef Ndojës dhe pjesët muzikore u udhëhoqën nga koncert maestro Gjon Shllaku. Është i ndërtuar si ana muzikore, ashtu edhe fjalë artistike, me tekste dhe muzikë që dedikohen kësaj ditet. Nësi e në matë rritën, e këna për detyrë me i impenju, me i angazhu këta fëmijë që kanë dëshirë me marrë pjesë, sepse jo vetëm përgatitet artistikisht, po dhe nga ana festive, pra me di që është kjo fest, me di pse festojnë, se nuk është thjesht ato që andin në për shkolla, në për libra, është puna me mësuar artistikisht, sepse të ullon edhe artistikisht zën vend e ngull ma tepër mendjet e tyre, mandej tu angazhu tonë bashk, kjo është një vlerë e shtume, sepse difton festimin e tonë bashk, jo tek e tek, se tek e tek nuk mund të festohet. Është një koncert që tonë po e përjetojmë me kënaqësi, me pasion të madh, por edhe një gjë e bukur, sepse janë do vepra të bukura që na përkasin që na po jo transmetojmë. E kjo na ban me shpresu, kjo na ban me kenë optimist që ka me vazhdu. Historia jonë do të vazhdojnë. Komi shqiptar ka me kenë gjithnjë më i mirë, gjithnjë më i fort, edhe këto fëmijë na bajnë shumë me shpresu. Koncerti mbajtur në sallën Kardinal Mikel Koliçi mori duartrokitjet e të pranishëmve dhe u cilësua si një moment i veçantë që sjell bashkim, festë dhe nderim për ditën e Pavarësisë. Në datat të shënuara, organizime të tilla janë kthyer në traditë nga familja Zoja e Shkodrës.